Dua të përgëzoj këdo antar të skuadrës së Partisë Socialiste që luftoi dhe garoi në këtë garë për me realizu këtë rezultat që do ta shohim të manifestuar me Parlamentin e ri, për të përgjigjur pyetjes. Mendoj që kjo është punë skuadre dhe jam krejt mirënjohje, shumë falenderuese për çdo që krah meje garojnë garën e Shkodrës. Jeni e këtë shkallur për veten? Mendoj që ju penalizojnë video në të moshuarin në spital? A keni një kërkim falje sot për gjithë qytetarët e Shqipërisë për atë video që e keni dëshirë, pa që sigurisht që duket se nuk ka qenë e duhura, me qenë se është e parë për media. Keni një kërkim falje për gjithë qytetarët e Shqipërisë? Të vetmin, ai nuk është një moshuar, ai është një aktor humori, por mendoj që qartësisht në Tiranë dhe kryesisht jashtë Shkodrës nuk jeni akoma gati për këtë humori. Faleminderit. Po më në vdekurit në Shkodrë